Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet edhe komentet më të fundit. Dua tashmë të ndaloj tek një lajm që ditën e djeshme në fakt ka bërë bujen e madhe, ka qenë pjesë e të gjitha portaleve në rrjetet sociale, duke ndaluar tek presidentja e televizionit Top Channel, Lori Hoxha, dhe tek një nga moderatorët më të suksesshme dhe më të bujshme në fakt që ka patur ky televizion. Ajo nuk është një moderatore, dikur ka qenë një politikane, Grida Duma, por së fundmi ka shkëlqyer në skenën e moderimit duke prekur temat më të nxehta që kanë të bëjnë me shoqërinë, që kanë të bëjnë me politikën, por edhe me përditshmërinë tonë. Por siç duket, Grida, të cilën ne e kemi parë në televizionin Top Channel, në rrugtimin e saj mediatik nuk do ta shohim më në këtë televizion. Prej më shumë se 3 vitesh, Grida Duma është një nga figurat kryesore të televizionit Top Channel, ku mori drejtimin e emisionit Top Story pas largimit nga politika. Kalimi i saj në televizion u prit pozitivisht nga publiku dhe moderatori arriti të krijojë shpejt profilin e saj në ekran. Megjithatë, javët e fundit, emri i Gridës është rikthyer në qendër të vëmendjes për arsye që nuk lidhen me emisionin. Pas protestave të fundit në Tiranë, një pjesë e ndjekësve kritikuan qëndrimin e saj duke pretenduar se moderatorja zgjodhi të mos të reagojë publikisht, gjë që solli diskutime të shumta në rrjetet sociale. Ndërkohë së fundmi, ka nisur të qarkullojnë edhe aludime të reja. Sipas pretendimeve të publikuara në rrjet, flitet për një përplasje mes Grida Dumës dhe drejtueses së Top Channel Lori Hoxhës, çka ka shtuar zërat se moderatorja mund të largohet nga televizioni. Deri në këtë moment nuk ka asnjë reagim zyrtar nga Grida Duma, Lori Hoxha apo televizioni Top Channel lidhur me këto pretendime. Për rrjedhoi informacione që po qarkullojnë mbeten në nivel të aludimeve dhe nuk janë të konfirmuara nga palët e përfshira. Nëse do të ketë një zhvillim konkret, pritet që ai të bëhet i ditur përmes një njoftimit zyrtar në ditët në vijim. Do me thënë, siç duket, Grida dhe Lori kanë patur një përplasje. Unë mendoj që pa marrë parasysh se çfarë përplasje mund të jetë në raport me Gridën edhe me Lorin, televizioni Top Channel në asnjë mënyrë nuk do të toleroj që Grida Duma të largohet nga ky televizion, sepse mendoj që është pema e frutave më e mirë që e kanë për gjatë të gjithë vitit, është një nga moderatorët që në fakt ka bërë revolucion mediatik, edhe realisht mendoj që do të gjejnë paqen, gjuhën dhe Grida të vazhdon me emisionin e saj në Top Channel.